E të dashur miq, për ditën e sotshme, mysafirën e parë e kam një studente nga Instituti i Modës Izet Suri, bëhet fjalë për Blendina Katona, e cila do të mbaj sfiladën e diplomimit si pjesë e Fashion Week. E për më tepër, do të flasim me Blendinën, të cilën e kemi marrë një orë para sfiladës për të na folur rreth kësaj sfilade dhe emocionet e saj. Blendina, e di që jenë emocione, po të presim në studion e emisionit ton Weekend të vish dhe të flasim me ty rreth emocioneve dhe punës së palotshme që e ke realizuar gjatë kësaj periudhës. Përshëndetje Blendina, mirë se erdhe sot dhe je së bashku me ne në këtë ditë të mbushur me full stres, apo jo? Po, sigurisht. Faleminderit një herë për ftesën. Është kënaqësi do të kemi gjithmonë të ftuar në studio studentë të tillë që kanë çka flasin në studion ton dhe kanë çka dëgjojnë edhe publiku edhe shikues të emisionit ton në Weekend. Sot mbahet sfilada. Mund të themi që në ora 6 fillon. Në ora 18 fillon sfilata. Okej, në ora 18, shumë saktë. Fillon sfilata dhe ne pak minuta para sfilatës të kemi marrë, ty të kemi rëmbyer në studion e emisionit Weekend. Më trego rreth emocioneve, si e fillove ditën sot? Po, sigurisht kena shumë emocione, duke menduar se çish kanë me rrjedh gjanat gjatë sfilatës. Jena shumë stres, po besoj gjithë shka ka me shku në rregull. Ditën e kom fillu të menu se a i kam këtë gjanat e përfunduna dhe mos më ka me diçka që kom harru. Sigurisht. Dhe apo mendon deri më tani që ke harruar diçka? Nuk besoj. Deri momentin e fundit nuk je sigurt. Deri momentin e fundit ndoshta del diçka që kena dëshirë me vënu në koleksionin, pjesë të koleksionit. Okej. Është interesante kjo pjesë tek juve, sepse deri në momentin e fundit te ju nuk përfundon. Jo, deri në momentin kur modelja del në skenë dhe atëherë thu, okej, përfundoi e gjitha. Se në momentin e fundit ju kujtohet ndonjë ide, diçka dhe ti vendosni koleksionit. Po, sigurisht. Besoj se sa më shumë që e shohim veshjen, krimin ton, e këqyr mos është diçka tjetër që duhet më shtu, mos është diçka më ndryshe, më bukur del, gjithmonë jena në mendime qysh mi bo përfundimisht. Okej. Më trego cila është tema ose frymëzimi i koleksionit të diplomimit tënd? Po, koncepti i diplomimit koleksionit që e kom realizu është gruaja aktive. E kom përfshi si mendoj unë që një grua duhet të veshë gjatë ditës, duke përfshirë edhe gjatë tërë javës me evenimente edhe përditshmëri për një grua që është e pavarur edhe që e fillon ditën me punën e saj edhe duke përfunduar me familje ose me shoqëri. Më trego se cili është mesazhi që dëshiron të përcjellësh nëpërmjet kësaj teme, mesazhi kryesor? Mendoj se mesazhi ndër mesazhet që është më kryesor për të përcjell, që gruaja mendoj që duhet ta mbajë veten, të paraqitet sa më mirë, të jetë komode me ata që ka veshur dhe mendoj që nëse je komod edhe dukesh më mirë, më bukur para tjerëve. Pse përzgjodhe pikërisht këtë temë? Cila ka qenë arsyeja që ti e përzgjodhe një temë të tillë? Më ka pëlqyer, është inspirim për viteve 80 dhe fillimi viteve 90. Se mendoj që është një pjesë e modës që unë kam shumë qejf sakot, xhaketant. Edhe kom dashur me pra... sikur po e di ashien tënde, sot u vesha me xhaketë. Edhe kom pas qejf më kon pjesë të koleksionit tim. Edhe po ashtu mi provu, a jam me aftë mi realizu qysh mendoj që duket bukur. Okej. Më trego si ke zgjedhur ngjyrat, siluetat dhe materialet për sfilatën? Po, krijimi i koleksionit deri në përfundim ka zgjatë një vit e gjysmë, muj me thënë, duke marrë parasysh deri te koncepti i koleksionit, tu bisedu me profesorat, a është në rregull çka kom zgjedh. Mendoj që ngjyrat i kom përdorur ngjyra të ftofta, edhe kom përfshi aksesor në çdo veshje. Edhe mendoj që është a ishte vështirë për gjetjen e materialeve dhe ngjyrës asaj që ti ke pas dëshirë që ti kesh pjesë e këtij koleksioni? Po, është pak e vështirë, po mendoj që me kalimin e viteve, na si dizajner të ardhmen,
mund sa më shumë që kena prova, sfida mendoj që mujmë një arrit ma letë, edhe mi ditë mi gjetë, ku mujmë shku mi gjetë, shka dojmë. Okej. A ka ndonjë element personal ose kulturor që ke dashur të përfshish në krijimet e tua? Mendoj që tek secili na si artista në paraqet shka na dojmë, është disa elemente që edhe une mendoj që vetë personalisht kam dëshirë më vesh që që kom bo soletat të mija, edhe që mendoj që sa ma bukur e paraqet një grua moderne në ditët e sotët. Okej. Më dërgo, cili ka qenë procesi më i vështirë gjatë realizimit të koleksionit? Mendoj që pjesa më vështirë është silueta, tuali, pjesë e patronave, përbën pjesa patronave, me realizimin e patronave. Okej. Si ndihesh që do t'jesh pjesë e një eventi kaq të rëndësishëm? Ndihem shumë emocione, edhe mendoj që është një mundësi shumë e mirë me paraqit idenë, krijimin tonë, talentin, edhe mendoj që më marr pjesë bashkë me Fashion Weekend është një mundësi shumë e mirë, duke marrë parasysh se janë një organizim shumë serioz. Po më trego se si mendon se pjesëmarrja në Fashion Week të ndikoj në jetën tënde, në karrierën tënde në fakt? Mendoj që është një hap, një derë që ta mundson me të njoftë tjerët, me të njoftë publiku, edhe me të njoftë edhe vende tjera. Okej, a më trego cili është impakti që dëshiron të lësh në audiencë, në publik? Kam dëshirë që gjithmonë krijimet të mia, po ashtu edhe të ardhmen, me metë në kujtim të publiku, në kujtesë. Me çka kishe dëshirë të kujtoj publiku? Me soletën e veshjeve. Okej, do me thënë, ajo është pjesa... Po, sigurisht. Okej, a ke ndonjë bashkëpunim për këtë sfilat me stilistë të tjerë të njohur? Bashkëpunim nuk... Ose edhe... Bashkëpunim nuk kena me stilistë tjerë, po... Apo me make-up artist, fotograf? Po, janë në kuadër të Fashion Weekend. Okej. Nuk është që i kena zgjedhë na, janë në kuadër me Fashion Weekend. Po më trego se çfarë përgatitje po bën për ditën e sfilatës, nënkupton për sot? Po. Cilat janë ato përgatitje që i bën tërë ditës? Mas pare takona edhe njëherë me manikenet, modelet, e këshirë nëse është gjithçka në rregull, rënditja veshjeve, edhe është një pauzë që largohem, edhe masëndaj është mirë më konë gjithmonë sa ma heret, parë se me fillu sfilata, mu përgatit psikikisht, më konë prezent atë. Okej. Ke ndonjë diçka që i motivon modelet, ndonjë fjalë motivuese që ju a jep para daljes në sfilat? Po, une posaçërisht e kena pas në si studentat e institutit, kena pas mundësi shumë të mirë se nuk është hera parë që marrëm pjesë në sfilata, edhe na ka ra pak shumë mi kuptu që funksionon mrapa e studios ku gjenden sfilat, ku gjenden modelet, artista tjerë, edhe gjithmonë është mirë me motivu modelet, edhe gjithmonë ju thamë shumë bukur për dokësh, apo ndihesh mirë, më rëndësi që për mua është më rëndësi që është ndjehet modelja. Po, më trego se si është vetëm pas diplomimit? Ku është vetëm në karrierë në të ardhmen? Mendoj se në fillim është mirë me shku me punu të brendet të ndryshme, me sfidu veten, me pa që rrjedh moda në përgjithësi, edhe masëndaj nështë është mirë me hap një brand tonën personal. Në më thonë, mendon të hapësh një markë të nden? Në të ardhmen, mendoj që është mirë me pas një brand markë të nden. Cilët, ose qëfar stilistësh ose markash të frymëzojnë më shumë tyje? Ma shumë shikoj marka të ndryshme, brende tuaja. Besoj që kena shumë dizajner, ka shumë dizajner të botës që janë të mirë, të Francës, të Italis, Japonis, të Londrës. Jam shumë, pëlqej shumë krijimet e Schiaparellit,
krijimet e Terry Mugler, krijimet e Alexander McQueen, besoj që në përgjithësi janë shumë të mirë. Po më trego se cili ka qenë shtytësi yt ai i cili të ka përkrahur deri në këtë ditë? Mendoj që profesorat i kena pas shumë të mirë në përgjithësi, edhe familja konë shumë afër meje. Blendina, është interesant, ti nga Kosova vje këto për studime. Po. Fillimet sigurisht kanë qenë të vështira, po tani? Po, besoj për gjithë secilin është vështirë në fillim, sidomos më largu prej një vendit që është më i vogël ose për një shtete të ndryshëm, po tash jena mësu edhe besoj që është pjesë e jetës. Karrierën tënde më tutje don ta vazhdosh në Kosovë ose këto? Nuk muj më përgjigj sakt, po ma shumë e shoh në Kosovë edhe ndoshta në Evropë. Okej, do me thënë këtu e vetëm e more shkollën, tani po ikën nga vendi në këtë talentin tënd. Po nuk mendoj që largona gjithmonë. Apet kur ka diçka vi se një mësu në kara. Okej. Pse përzgjodhe pikërisht në Shkup? Përzgjodha në Shkup pasi ti ndjekësh studimet. Pasi kur kuptum që profesori Izet e ka hapur institutin në Shkup, e kena ditë që është diçka më ndryshe, shkolla, instituti, edhe metodat janë më të sakta dhe mundesh me mësu shumë gjëra të mira, shumë gjëra të ndryshme, edhe është diçka shumë serioze. Çka është diçka që të ka një fjalë që të ka lënë ashtu që do e mbash gjithmonë nga profesori Izet Curi? Sa i përket këtij profesioni natyrisht. Gjithmonë profesorët më thotë duhet më konë diçka që ty të veçan, edhe duhesh më konë e guximshme. Dhe ti e realizon këtë gjë? Besoj. Ta shohim sot në sfiljaci do të jenë modelet, edhe pse unë nuk po dyshoj fare në talentin tënd. Është interesante sepse ka shumë nga Kosova që janë pjesë e Institutit të Modës. Më tregot në pika të shkurtra të flasim pak edhe për institutin. Si është gjendja e institutit momentalisht? Po ka shumë studenta prej Kosovës. Mendoj që për arsye se vetë profesori Izet më parë ka hapur Design Factory shkollën në Prishtinë, edhe të marr parasysh emrin që ka krijuar në Prishtinë, edhe studentat kanë dashur një njëjtën mësim më marrë edhe këtu në Shkup. Okej, do të thënë ka qenë ajo arsyeja që ju keni pasur dëshirë që të jeni pjesë këtij instituti. Është ende ajo që ka më shumë vajza sa dje? Po. Është ende ekziston kjo, pse mendon? Po, mendoj se nashta profesioni jonë lyp shumë durim, edhe nashta gjenia femërore është më dërueshme. Do me thënë kjo është arsyeja. Edhe pse nuk dyshoj te gjenia maskullore, ata që i kena pas kanë qenë shumë talentuar, po mendoj që kjo është arsyeja. Do ti në këtë koleksion e ke përgatitur vetëm për gjenin femërore? Po. Gjëra. Është e cakton ti vetë këtë apo ashtu është? Unë caktoj konceptin e koleksionit. Ne mujmë i caktu, po e shohim në bisedim me profesorat a është diçka që mundet më realizum. Okej. Sfilada edhe pak minuta do duhet të filloj. Para se të të largohesh nga këtu, më trego se është e hapur, mund edhe në këto momente ata cilët duan të vinë të shohin sfilatën, është e hapur për publikun? Mundet gjithkush të vinë të shoh? Po, është e hapur, munden të vinë, po është mirë me tregu ftesën nëse edhe kanë pa në rrjetet sociale, pas e kena postu. Është kjo, edhe pse sot në sfilat do t'jenë 3 studente nga Instituti i Modës Izet Curi, janë Blendina Katona, Erona Fejzullahu dhe Driona Kadriu, edhe pse ata dy vajzat momentalisht nuk munden të jenë pjesë e emisionit tonë, sepse po miren me sfilatën, me përgatitjet, ndërsa Blendinën e rëmbyem. Kjo është ftesa
që nëse eventualisht ka mundësi kamera të afrohet për ta ndjekë për më nga afër, nëse jo, atëherë do të kemi mundësitë që ta shihni edhe në rrjetet sociale. Sigurt edhe në rrjetet sociale në Fashion Week është prezente dhe mund ta shohini edhe lokacionin ku mbahet, edhe në hapësirën në vendin ku mbahet, edhe të jenë pjesë e këtij kësaj Fashion Week. Unë falemderoj jashtëzakonisht shumë që u bëre pjesë e emisionit tonë dhe të urojmë suksese. Faleminderit juve për ftesën. Ishte kënaqësi edhe për neve. Të dashur miq, kjo ishte sa i përket kësaj bisedës. Neve do të shkëputemi për disa minuta, do të rikthehemi më njëherë në studio me mysafirin e radhës.